Mirë se erdhe Hilka në këtë bisedë. Fillimisht po mendoj t'ja nisi me prezantimin e një profili të shkurtër dhe pastaj eci me profilin më zgjeruar gjatë bisedës. Përshëndetje Luli, faleminderit për ftesën. Unë jam eksperte për transformimin digital, shërbej si konsulente në disa dhoma tregtie për biznesin privat dhe për profesionistët e lirë të cilët janë të angazhuar në fushën e transformimit digital, në projektet që kanë impakt më të gjerë social me fokus teknologjinë, kështu që jam shumë e gëzuar të ndaj këto mendime me ty në këtë pasdita. Ne do të kthehemi shumë pas në kohë, në fillimet e tua. Si ka qenë ajo dita e parë, udhëtimi i parë, edhe ajo përballja me një botë kaq të madhe, sa gjetet ti aty domethënë? Në fakt, për mua nuk erdhi shumë shokuese apo surprizuese, sepse unë shkoja në një moshë relativisht të pjekur, pra pavarësisht se ëndra ime ishte shumë më herët që unë studioja jashtë në fushën që unë dëshiroja, por planet edhe pastaj projektet e sollën që unë të kisha shkëputje vajtje ardhje jashtë në Shqipëri, por shkëputja për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar erdhi si rezultat i fitimit të një burse që unë pata në sigurinë kibernetike. Nuk ishte e lehtë patjetër, pasi unë kisha një karrierë dhe një pozicion pune të stabilizuar në Shqipëri, një network me njerëz që bashkëpunoja, që isha në kontakte të përditshme, patjetër familjarët të cilët për mua janë shumë të rëndësishëm dhe unë dëshiroj që të jem gjithkohës afër dhe të kem kontakte me ta. Kështu që dita e parë kur vajta ka qenë diel, ka qenë natë, 4 e mëngjesit, edhe u zgjova në një qytet të vogël midis Londrës dhe Oxfordit, vetëm, dhe ajo do të ishte shtëpia ime për 3 muaj. Kështu që e mora me shumë motivim, me shumë shpresë që ato gjëra që unë do të mësoja, apo ato eksperiencat që do përjetoj atje do më bënë një njeri më të përgatitur për jetën profesionalisht, sepse personalisht unë mendoja që isha e formuar, por vura re që jemi shumë vulnerabël edhe shumë, le të themi, jo të përgatitur kur e gjejmë veten diku larg familjes dhe që duhet i bëjmë gjitha gjërat vetë, sepse gjithsesi jeta në vende si Shqipëria, ku komuniteti është shumë i afruar një me tjetrin, ku largësia fizike nuk është shumë e madhe, të bën që ti të ndihesh në një farë forme i sigurt. Kurse mua më duhet të udhëtoja çdo ditë 1 orë gjysmë ose edhe më shumë për të ardhur dhe për të kthyer nga shkolla në shtëpi dhe pastaj duhet të gatuaja, pastaj duhet të studioja, duhet të bësha gati. Pra, to janë gjëra të zakonshme të përditshmërisë, por kur i merr në një totale të rezultateve që kërkon të arrish, pastaj bëhet e vështirë edhe e kupton që nuk e asnjë zgjidhje tjetër veç se duhet ta bësh, edhe duhet ta bësh me rezultate të shkëlqyera, përndryshe s'ka vlerë asgjë. Unë shkova pa pritshmëri, çka do të thotë që unë shkova me një mendje të zbrazur që doja ta plotësoja me njohuri dhe informacion ndryshe. Pra nuk doja të shkoja me asnjë lloj paragjykimi apo prikondicioni i cili do më kufizonte mua për të marrë sinjalet nga këto njerëz apo nga ky mjedis që ishte i paprekur më parë, sepse edhe fusha që unë aplikoja, pra siguria kibernetike nuk ishte fusha ime primare. Unë studimet e mia e kam në menaxhim biznesi, në menaxhim projektesh dhe teknologjia për mua erdhi shumë natyrshëm si pjesë e përvojës profesionale, kështu që unë i dhash vetes një detyrë që unë do ta konsideroja këtë si një projekt startup dhe unë do të mësoja çdo gjë nga fillimi. Secili nga ne mund të japë një produkt. Nuk është fare e domosdoshme që ne të ndjekim hapat e dikujt për të dhënë një mendim apo për të dhënë një shërbim në shoqëri. Të gjithë ne duke marrë parasysh backgroundin ton, duke marrë parasysh eksperjenca, duke marrë parasysh ndjesitë, po edhe kontributin që japim në formë akademike, ti je bindur që mund ta nxjerrim një lloj shërbimi apo një lloj produkti të prekshëm që mund të jetë i domosdoshëm ose i nevojshëm për një grup të caktuar në shoqëri. Kështu që unë këtë mësova atje, që sa e rëndësishme është bashkëpunimi dhe të ndihesh i barabartë në vendin e punës. Unë e dua shumë Shqipërinë. Domethënë, unë kam shumë qejf të jetoj në Shqipëri. Pavarësisht se kam shumë qejf të jetoj edhe në Austri, edhe të jetoj në Holland, por nuk
më ndahet shpirti nga të qenit në Tiranë, të pasurit, njerëzit e mi afër. Mendoj që është gjëja më e rëndësishme në jetë, familja dhe njerëzit e tu. Por nuk është e lehtë që të kthehesh. Nuk është fare e lehtë, sepse nuk është gjithmonë gati shoqëria të mirëpresi njerëzit që bëjnë kaq shumë lëvizje.